besoj se treqereku robëve paktën një. Janë ritëm atë. Një kit nga. Janë moshë madhe si ne, se këto të vijgjë. Sa boni 25 vjeçë. Edhe kukat e mia këtu. Dhe gjonat e gocës. Edhe këto dy baballarët. Kopshë baballarëve. Edhe po ikim. Ua, imagjino do të hapin ai kopës derisa me Lori. Kopshë baballarëve. Erso dhe ai Lori dhe mund ta përballoj. Erso dështon që ditën e parë falimenton.
qik pamjen që ka shtëpia e gjyshit. Imagjinoni, gjyshi im jeton në Amerikë. Ka nga Amerika dhe çfarë pamje ka. Na rrofën e tjera që kemi 100 vjetu, e se kemi këtë pamje. Pa. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Ky vlogu ka një 2 ditë që është hap në fakt, po nuk ju kisha përshëndet, thjesht kam kapë skena, kam fol shumë pak domethënë, po përshëndetje nuk e kisha bë dhe thash po e hap tani. Për momentin jam në një parkim të një supermarketi që jemi këtu te lagja, se po blen motra diçka dhe si që tregova pak më përpara, i kemi blen një dhurat, shoqes tonë të ngushtë, që bën 30 vjeçë sot, i blem një çantë dhe një tufë me lule dhe do shkojmë t'ja çojmë tani. Dhe thash po ju hap, po flasim çik. Ja erdhi dhe Kesi. Përshëndetje. Unë kisha marrë këtë shkëlqysin e Kesi, ja marrë me nga çanta, thash vyem çik. Po si fu dorë ti E kishe gati për zotin, vetëm se s'ja tregoj dot, Po pse? E kishe çantën e hap me vet. Pse atë se kena të tjetrën? A s'ka gjë. Këtë na ke bler po vet. Po shumë e bukur, është si Barbie. Edhe Do pi kafe unë sa e kam djeg fugën. ka pi Kesi kafe turke, po nuk është tip që e pi. Në fakt në Shtazani po e pinte një periudhë. Ha Marti, do hisha të dalësh. E piva unë se thash ta pi me raki. Me shoqëru nanën e jetës. Dhe që thoni ju, po shkojmë t'ja çojmë dhuratën tash, se për dal nuk do dalim sot se ka qelluar martë, s'ke qa bon ditë martë. Dhe martë është tërës, po të. Do të na fal se janë ditët e Zotit të gjitha, po unë personalisht martën e kam me çik tërës. Gjonat e këqija që më kanë noll njet, ato shqyqër Zotit pak gjona që më kanë noll domethënë, kanë rastit ditë martë. Edhe po ju thoja, po ikim t'ja çojmë tani këto dhuratat, thjesht t'ja çojmë, ta takojmë çik edhe për ta festuar kismet do e festojmë në fundjavë. E tregove dhuratat? I ka pak, po jo shumë mirë. Se nuk kthehet më hapsha tregoj. Po pa diti. Do ke zot. Lule tu, edhe çanta atje, na falni për rëmujën, se ke makina ime Këtu ka. pas bomba. Unë kam pas vetë kështu, plot me gjojna gjithmonë, po tani që jam bë mami. Po. Dje si që, dja pardje, çfarë të martë? Pardje. Pardje ishim në Pogradec. U kënaqem, ishim me shtëpisë time. Kalum dhe ka i fshatin shtëpisë tonë, po. Jemi motra. Jemi motra? Me sa di unë tash se di. Edhe dalum i çik tek ai fshati Lin, nuk e di a keni qenë ndonjëherë. Ishte shumë Ne bukur. mund të ishim të shemisht të Po, kërkuar. ne të kërku Olgën, se gja jemi në fshatin e Tushemishtit, ku është Olga, ku është Olga. Dhe që thoni ju, ne kemi pre biletat e pushimeve. Pa. Po ju ty. Trafik si gjithmonë, trafiku madh. Është bëjë dulse më Kesi Tirana. Shqipe që sa të bëjë kam të vafët. Kemi pre biletat e pushimeve, do ikim në Halkidiki. Se si e thoshin këto në Greqi e thoshin ndryshe. Nëse unë po them si e kam gjuhë, Halkidiki, që ishte një orë gjys larg asajt. Sakën. Jo, jo. Është dashur më atë. Larg, si quhet ai që shkojmë, kemi shku shpesh. Ai qyteti, Selanikut. Që një orë gjys larg Selanikut. Do shkojmë me makina, jemi një 4 çifte, të 4 çiftet nga një kalama me vete, kështu që do jetë një udhtim shumë i bukur, i vështirë, I lodhshëm, po e di që do kënaqemi dhe e di që juve ju intereson shumë kjo gjë, udhtimet dhe pushimet me fëmijë të vegjël. me fëmijë 5 muaj, kisme do jetë goca ime atë. Kismet zote. 2 vjeç, më thënë goca, një gocë 5 muaj, një gocë 2 vjeç dhe 2 çuna 3 vjeç. 3 vjeç, imagjino ti ç'a do Do aty. plasi bomba. Po nejse. Ikëm dhe shifemi pastaj.
të flasim i qiktu me YouTube-in e mamit. Hello. Hello. Si jeni, thuj? Si jeni? Qa po boni, thuj? Neve sa bëmi qik pazarin e shpis. Do me thënë drejten, më shumë budalli që kam marrë. Do të tregoj pastaj ku shkem shpi. Se tani sa hipëm makinë dhe ka shkullojt ma e qik fruta të thata. Nuk e di sepse unë kam e qik çuditshme këtë blerjen e gjonave të shtëpis, se ka raste që i hy me kokë edhe di shumë mirë çfarë mungon te shtëpia dhe marr gjona që jam me vërtet për t'u marr. Ka raste harroj fare, nuk më po mami shiu. Ka raste harroj fare dhe nuk fillon fare se çfarë duan në shtëpi, më shumë gjona kot ka marr, po kryesore është që nuk është se mu donin këto detergjenta, se detergjentat janë ato që duhet të rish, ti kontrollosh, ti zgjedhësh, se unë jam tip që detergjentat nuk i marr gjithmonë njësoj, ndryshoj me varet çfarë të pëlqej, çfarë arome të pëlqejnë ato momente, atë e marr. Dhe jemi tutë makina tani, po presim Lorin, do ikim në shtëpi. Sot në fakt ne më shumë blerëm budalliqe se menum se do kishim njerëz sot në shtëpi, po u anullu ajo ideja që kishim dhe jemi prapë vetëm ne të tre sot dhe hajmë vetë ato budalliqe dhe patatinat, se një herë u smajem ka manga patatina për të mundi me thënë drejtën, se dia do na lekë shiu tani me unë gjuhë. Dhe mund vjem në një film sot, pavarësisht se nuk është ditë filmi, se e mërkur është, po nuk e di sepse sa herë bjen shi dhe sa herë është kjo koha pak si dimër, neve na pëlqen të mblidhemi në shtëpi, të shohim një film, të hajmë një gjohë dhe plozim dhe me çunin, të merremi dhe me çunin. Dhe kështu. Ja mami, tani do vi babi. Babi pasa për të bërë qull. Po di. Me këtë shi që filloi shiu i çik. Një shi i tmerrshëm. Dhe kështu, kur të shkoj në shtëpi kam dhe një dy blerje për t'ju treguar. Dy blerje që kam bë. Ja si u bë Lori. Ishit. Për 2 sekonda. 21 maj sot. Për këto flokët kështu, se kam kap në një mënyrë shumë të shpifur, po duke qenë se janë shumë të trasha, nuk kam si t'i kap në mënyrë tjetër. Dhe tani ndarke nuk i duroj do të të lëshume, plus që bona dhe një dush trupit dhe duhet i kap pa tjetër, sepse këto nuk duhen la më shpesh se një javë, do me thënë një herë në javë ose një herë në 10 ditë duhen la. Unë një herë në 10 ditë nuk ka shanse t'i duroj, kështu që një herë në javë do t'i laj. Po do marrim tek Rossmani, sepse ekziston ka një spray për këto gërshetat që është për freskim, pastrim dhe aromatizues të këtyre
gërshetave dhe do shkojmë ta marrim nesër kismet. Neve me datë 15 e kemi bë, kështu që 6 ditë kemi që i kemi bë. Dhe kismet nesër do t'i laj. Këto para se të pyesni ose para se të krijoni ato mendimet, se u do thoni Kamila ti ke flokët e tuja poshtë, si nuk i lan. Këto me vërtet nuk kam flokët e mia poshtë, po janë super të mbrojtura nga këto gërshetat dhe nuk kanë si të bëhen shpesh për t'u la. Se do s'do janë ndërthur me fijen e gërshetit dhe nuk bëhen pis ose të ndryshëm si më përpara, por që një herë në javë duen la. Lumturia më tha edhe një herë në 10 ditë po t'i lesh është okay, po më nuk, siç ju thash, nuk pres aq, kështu që nesër kismet do t'i laj. Tani thash t'ju tregoja pak disa blerje që kam bë. E para që do nis është një blerje aksidentale, me u thënë drejtën, sepse nuk kisha në mend që bleja çantë për momentin. Kam ble goxha këto kohë, por edhe motra që mborni një 3 çanta dhurat. Po kjo i them aksidentale sepse mani mend kjo është çanta që i çum dhurat shoqes tonë, që boni 10-30 vjeçe, po ne midis qindrave modeleve që pam, unë dhe Kesi zgjodhëm këtë çantën që është këtu për shoqen tonë. Dhe doli që ajo fix po këtë çantë e kishte ble vetë para 2 javësh. Dhe thashë diça, unë nuk po e kthej këtë, se normali e porosita një tjetër, një ngjyrë tjetër, i vjen nesër, po thash nuk po e kthej, se më pëlqeu aq shumë, sa që thash do ta marr vetë. Shifni pak sa e bukur është. Dhe merri shumë gjëra që ta ktheja. Është Karl dhe e majta vetë. Shoqi si porosita po si kjo, po të zezë. Me që të bardhën e kishte, jam mora dhe zezën dhe këte e majta për veten time. Është ky modeli tipik i Karlit, i vogël, do thënë është mas mesatare, nuk është e vogël, po është me këte stemën tipike. Dhe këtu brapa ka po prap logon e vet. Ka rryp normal, do thënë është mjaftueshëm për të mbajtur kështu. Se dita mia ka dhe rryp tjetër. Pas ka dhe çantën e vet. Edhe po, ka dhe rryp tjetër, po, shumë mirë. Dhe majta për vete. Prandaj u thash që është qik aksidentale, nuk është se kisha me ta bleja, po e gëzofsha. Paka shumë ju kam treguar dhe këto që bleva para 1-2-3 ditësh, thjesht kapa një regjistrova pak, një skend vogël, jo se ja u tregova komplet, po me që si kam veshën, akoma shumë të pastra, thash për ja u tregoj dhe kështu. Janë Michael Kors, super të bukura, të sheshta fare, të lehta fare dhe janë perfekte për këtë periudhën kështu. Pavarësisht se këto 2 ditë na shprish koha, po presim kohë shumë të mirë. Edhe i bleva se i kombinoj me këto kostumet e linos, me fustan në një ngjyshe dhe më pëlqen shumë. I mora dhe këto, po kutina hova këtyre. Tani t'ju tregoj këtë i herë se du dhe ta përdor. Kur isha tani te Extra Marketi, mora një nga këto ujrat micelar që janë për pastrimin e fytyrës, po këtë lloj firme nuk e njoh dhe nuk e kam përdorur asnjëherë. Tani nga çmimi kjo nuk ishte pak, thishte diku ke 7000 lekësh, dhe thash po e marr, po e provoj dhe ta provoj bashkë këtu me ju. Unë make-up nuk kam, se kam goxha kohë që nuk po përdor fare make-up, që kam bërë pikët, me thënë drejtën, ose më së them tamam që kam bërë vetullat, dhe kam rënë rehat, me thënë drejtën, nuk kam nevojë fare as për të lyj vetullat, as për të lyj syt, se kam që pikët, plus këtë pamjen tjetër që më kanë dhënë gërshetat dhe jam super rehat për sa i përket make-upit. Po gjithsesi, duke qenë se unë këto ditë, domethënë gjithë këto ditë, kam la vetëm trupin, kokën jo, dhe më duket sikur se kam la shumë mirë fytyrën, dhe përveç se laj fytyrën në dush, i qik kështu si me delikatesë, thash po i bi pak edhe me këtë ujë micelar dhe do hap një nga këto oqeset që janë kështu për udhëtime në fakt, sepse janë lecka që në momentin që, domethënë nga kështu që duken si aspirina,
në momentin që bin kontakt me ujin, këto bëhen direkt kthehen në lecka. Ja, shifeni. Edhe me këtë rast provoj këtë ujin që ju thash. Ja, shifeni si hapet tani kjo. Bëhet letër, këto janë super të mira për udhëtime. Kudo që kam shku i kam marrë me vete. Sepse nuk gzejnë shumë vend dhe ka një pastrim shumë të mirë. Kjo pas ka aroma shumë të mirë. Se që më kujto ka kjo aroma. Qa është kjo? Se kuptoj me qa është. Thjesht thot for face, eyes, lips. Po se me qa është që... Se kuptoj, po që ka kështu si tip orkideje, nuk e di. Po aromën e pas ka shumë të mirë. E shërë që diçka e nxjerr këte plurin dhe zhullin e ditës në e nxorri. Në këto vende që jetojmë ne, na myt pisliku rrugve. Edhe ja. E sa duket që ka e mirë, e kaq sa po provoj tani. Shikoni, është copë goxha, është tamam, është e fortë, është leck. Dhe mund tjetë, do më thënë ka dhe pak atë materialin e copave që lahen, nuk është si ato që janë një përdorim, që është goxha e fortë. Po që unë e male që do ta hedh. Dhe kështu, mora dhe këto 2 librat që i bleva çunit te Extra Marketi, sepse kam vendosur që do t'i lexoj çunit si dikur, kur ishte i vogël, që i lexoja pothuajse natë për natë prralla, dhe jam bo shumë pishman që këtë periudhë nuk i kam lexu. Me thënë drejtë mund të kem një vit e sa që nuk i lexoj prralla kur flen gjumë, është kodë më thënë t'ju rri. Vetëm për faktin se çuni im, shqyr Zotit, është fëmijë që flen shumë kollaj natën dhe nuk është se ka nevojë për prralla ose për t'i knu një null ose për ta tund. E zen direkt, domethënë, në momentin që unë i them mami do bëjmë nani tani, ai thjesht don atë qumshtin dhe flen direkt. Dhe nuk është se kam pas nevojë për të gjonat plus. Por si do t'jetë edhe në rast se fëmijën e zen gjumi vet kollaj, kjo zot thotë që ne mos i lexojmë prralla, sepse ai leximi i prrallas ndarke me fëmijën është krijon një lidhje shumë veçantë, një kujtim shumë të bukur që do e mbaj mend gjithë jetën. Kështu që duhet patjetër t'i lexojmë prralla dhe unë i bleva ushtari prej plumbi dhe rrobat e reja të perandorit. Këto ishin 2 modele që ishin libra çunash, se tjerat përgjithësi ishin gocash dhe ja mora dhe filloj të lexoj parën sot. T'ju tregoj pak dhe këto vatët që mora tek Sia Accessories, që jo tregova një qik shparë, po më me detaje, po ja u tregoj tani. Shikoni, është kështu me guazka dhe me këto perlat. Këto kanë bërë shumë lirë për kualitetin që kanë. Janë si tip sermi që nuk nxihen dhe kanë bërë shumë lirë. Këto mos gaboj o 10 o 12.000 lekë bonen, që mos t'ja u them mos gaboj me çmimin. I provova në gjes, më shkoni shumë, kanë shumë atë vibe-in e verës dhe i mora për pushime, por që do i përdor ato ditë normale. Thjesht sa i pash më kujtu pushimet dhe tash do t'i marr. Dhe tani kalojmë tek disa rroba që i ka ble nana dhe gjyshi im, që erdhën nga Amerika, ja u tregova para ato erdhën një dje par dje. Dhe si që pat kishin marrë një shtëpi fantastike. Ato kanë pas këto 4 vitet e fundit, kanë pas një shtëpi po prap tek Volga, por kanë marrë një shtëpi tjetër tani për momentin, po kishte një pamje që nuk di ç'a t'ju them. Domethënë ishte gjithë pjesa e Volgës dhe e portit ishte në pam dorës. Jemi kënaq. Dhe nana dhe gjyshi kanë bërë disa rroba audit, po ja u tregoj pak. I kanë marrë këto tutat, sepse gjyshi im është i fiksum me firmën Nautica dhe edhe çunit e ka marrë Nautica. Edhe vetes vetë ashtu i ka bërë gjithmonë, po me sa shoh e ka marrë dhe çunit. Janë këto 2 tutat e holla shumë të mira dhe shumë verore, që janë të kombinueshme me çdo gjë.
Por këto kanë bluzet e veta. Ja ku është bluzja e në vjen të bluzja e këtyre. Dhe tjetra është këtyre me viza. E kanë materialin fantastik. Besoj se kuptohet nga kjo tundja që po I bëj unë, kuptohet sa të mira janë. Më zor pres që t'ja laj dhe t'ja vesh çunit, po është pak herët m'ja vesh, se nuk është se ka vera tamam. Ky kostumi ishte, nuk e di, adhurim. Po ta prekni në dorë, do kuptoni se çfarë super cilësie ka. Si çdo gjë atje në Amerikë, sepse veshjet janë kot me rrejt tash, janë shumë të mira dhe janë super të lira. Ky është një kostum që ka cop rroba banjoje, do të thënë momentin që fëmia ja vesh këtë për përdita dhe vendos të futet në ujë, në det, në pishinë, mund të futet pa problemi me këto sepse janë rroba banjo. Këto janë tuta normale me cop që pranon ujin, ndërsa kjo ka tamam cop rroba banjoje dhe kanë këtu mbrapa një si tip vizatimi që është shumë veror dhe këtu para kanë spirancën. Gjyshja ka marrë gjitha këto për 5 vjeç. Janë gjitha për 5 vjeç. Se çuni tim nuk I vin rrobat e moshës vet, asnjëherë si kanë atë. Dhe në fund ju lash këtë mrekullin që unë sa e pash e imagjinova direkt Odin me këtë kostumin. Shikoni pak atë pamjen si jeans, po ndërkohë nuk është jeans, është cop normale, e thjesht, por është një ngjyrë shumë e bukur dhe dizajni çon pak në atë periudhën e GTA-s, e Tony Montanës. Dhe sa e pash tash po më zor presja vesh çunit. Ja, edhe kjo është për 5 vjeç. Këtë pas ka arru gjyshi me ja heq çmimin, pas ka bërë $65. Tjerat nuk e di me thënë drejtën, se s'kishin ashtu, nuk kishin etiketa, po këto pas ka arru gjyshi. Edhe unë direkt shpa pa shpimin. Këto ishin, dhe më thënë, 1, 2, 3, 4 kostumet që gjyshi dhe nana I kishin ble çunit. Tani na pret një verë shumë e bukur, se ato rrin 3 muaj të verës rrin këtu, ikin kismet nga fillimi I shtatorit. Jam bekatar, ti më pëlqen. Kishin një moment publicitar. Dhe po ju thoja, na pret një verë shumë e bukur. Si që thash, kemi pre dhe biletat e pushimeve. Kemi vendosur që pushimet e këtij viti t'i ndajmë në 2 pjesë, do të thënë pushimet e kësaj vere. Zakonisht ne bëjmë 7 ose 8 ditë pushimet plota. Nuk po flas për ato 1 ditore, 2 ditore, po këto pushimet e gjata I bëjmë 7 ose 8 ditë. Po këtë vit vendosëm që t'i ndajmë në 2 pjesë, do ikim 5 ditë në Greqi dhe një 3 ditë në besoj se në jug. Pastaj nga shtatori ose nga fundi I gushtit, nuk e di. Qovim si do na shkoj, jemi shumë entuziast për këtë udhëtim, jemi pak fare në siklet, sepse si që thash, jemi dhe me 4 fëmijë me vete, të moshave të ndryshme, por që e di shumë që do ja dalim dhe do kënaqemi, dhe mezi po e presim. Tani unë po iki dhe këtë vlog do ta mbyll këtu. E di shumë mirë që këto 2-3 vlogjet e fundit nuk kanë qenë mirë, jo shumë të gjatë, nuk mund të them shumë gjatë, po nuk kanë qenë që t'ju tregoj në një renditje shumë të mirë, kohore, ditore, se çfarë kam bë. Sepse kam pas shumë gjona këtë periudhë, siç që kam thënë, kanë qenë maj, muaj I ditëlindjeve, I festave, I njerëzve që kanë shku dhe kanë ardhur, jo operacioni Lorit, kemi pas dhe disa operacione ose gjona kështu të vogla dhe të njerëzve tonë të afërt. Do të thënë ka qenë një muaj shumë I ngarkum ky dhe nuk kam arrit 100% të bëj ato vlogjet që unë bëj gjithmonë, po besoj kismet Zotit nga ky vlog e tutje do angazhohem më shumë dhe do jem më e pranishme në vlog, se shoh që më kërkoni dhe
ju pëlqejnë vlogjet e mia, po inshallah po arrim sa më shpejt 1000 subscribers. Tani po hap derën dhe odi. Hajde qik mami. Hajde kemi natën e mirë. Hajde mami. Hajde ke mami. Edi dhe odi, që thot dhe odi natën e mirë. Thuj të mami, thuj të ke foni. Natën e mirë. Natën e mirë. Thuj ju puq mua. Mua. Paqim dhe shifemi të vlogurallës. We can get some conviction. Maybe we can return the